Pranë zgjedhjeve të 28 dhjetorit, skena politike në Kosovë u përfshi nga një zhurmë me njëhershme, pasi partia në pushtet doli me një kërkesë të papritur. Qytetarëve të diasporës t'ju mundësohej votimi jo vetëm në ambasada e konsulata, por edhe në hapësira të tjera të siguruara me qira, përfshi restorante dhe objekte private në disa shtete evropiane dhe në SBA. Nisma u paraqit si lehtësim i procesit për Mërgatën, por shumë shpejt u kontestua ashpër si veprim jashtë praktikave dhe autorizimeve ligjore që rregullojnë zgjedhjet. KQZ miratoi vendimin e propozuar nga Ministria e Jashtme për hapjen e 10 vendvotimeve të reja në Gjermani, Zvicër, Mbretërinë e Bashkuar dhe SBA. Shumica e këtyre hapësirave ishin restorante ose lokale private të siguruara me qira, një praktik e pashembull në historinë e zgjedhjeve në Kosovë. Ky vendim vinte në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, i cili përcakton qartë se votimi jashtë Kosovës mund të zhvillohet vetëm në kuadër të përfaqësive diplomatike, ambasadave dhe konsullatave. LDK paraqiti ankesë në PZAP duke quajtur këtë nismë të paautorizuar jashtë standardeve të sigurisë zgjedhore dhe të rrezikshme për integritetin e procesit. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e rrëzoi vendimin e KQZ-s duke anuluar plotësisht planin për hapjen e vendvotimeve në restorante dhe objekte private. Me këtë vendim u sqarua se votimi i diasporës në zgjedhjet e 28 dhjetorit do të zhvillohet vetëm në ambasada dhe konsullata siç e parashë ligji, jo në ambiente të tjera të improvizuara. Lëvizja vetëvendosje reagoi menjëherë dhe ashpër duke cilësuar vendimin si urrëtie ndaj diasporës. Deputet dhe ministra të saj në detyrë akuzuan opozitën e veçanërisht LDK-n se po tenton t'u vështirësoj mërgjimtarëve ushtrimin e të drejtës së votës. Nga ana tjetër, LDK mbrojti qëndrimin e saj duke thënë se veproi për të garantuar zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor. Kryetari Lumir Abdigjiku deklaroi se tentimi për të hapur vendvotime në restorante paraqet rrezik të madh për manipulim, cenon standardet e sigurisë dhe i largohet praktikave ndërkombëtare të zgjedhjeve të rregullta. Sipas tij, zgjedhjet nuk mund të zhvillohen në ambiente private të paautorizuara e aq më pak në hapësira që nuk garantojnë as mbikëqyrje, as transparencë institucionale. Ndërkohë, shoqëria civile ka përshëndetur vendimin e PZAP-s duke vlerësuar si një pikë these në ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor. Sipas vlerësimeve të tyre, ky vendim rikthen qartësinë ligjore dhe shmang çdo tentim për keq interpretim të procedurave, duke penguar krijimin e narrativës se diaspora po privohen nga e drejta e votimit.